çështja e jurisprudencës është si procedurë, si zgjidhje është e kryer, por e dini, edhe opinioni ka qenë informuar për mos komunikimin e ish-ministrit të drejtësisë ende tani deri në rikonstruimin e qeverisë, i cili nuk ka pas gatishmëri për të përkrahur këtë iniciativë dhe me ministrin e ri, i cili do të vijë, urojmë brenda javës ardhshme, ta fillojmë procedurën për të ndryshimet ligjore të cilat do t'i propozojmë si qeveri dhe pastaj do duhet të kalojnë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Është një hap i cili është rezultat i ndëgjimit të kërkesave të studentëve të fakulteteve të drejtësisë dhe me këtë hap ne nuk kemi ndalur vetëm këtu. Janë diku rreth 46 certifikata dhe provime tjera shtetërore, të cilat do të jepen edhe në gjuhën shqipe. Jemi duke punuar në gjitha sferat paralelisht. Po kjo është çështje e kryer, atë sa mund të zgjidhë që të marrë formën e zbatimit. Kështu, domethënë, kur e them është çështje e kryer në aspektin e punës dhe gjetjes së zgjidhjes është e kryer më herët, por në pjesën procedurale të kalimit të propozimit nga qeveria në parlament e kështu me radhë, janë disa afate ligjore të cilat ne nuk mund t'i përshpejtojmë, po do t'i respektojmë çdo hap i cili do të vijë në të ardhmen. Unë besoj se ky do të jetë ndër ligjet e para të cilat qeveria do t'i lëshojë pas rikonstruimit të qeverisë dhe dikun nëse nuk ka ndonjë zgjatje shtator, veçma do ta kemi ligjin e adaptuar me ndryshimet e duhura dhe studentët pas asaj ka një afat parafarsisht 3 deri në 6 muaj për përkthimin e gjitha materialeve, nga të cilat do duhet juristët e ardhshëm të përgatitin materialin për provimin e jurisprudencës.